Punëtorët në postën e Tetovës çdo muaj pagat i marrin me vonesë. Kjo situatë ka revoltuar mbi 100 punëtorët, të cilët thonë se kjo situatë po ndodh tash e 6 muaj, prandaj edhe vendosën që të bëjnë grevë. Përfaqësues të sindikatës së punëtorëve thonë se vonesa e rrogave shkakton shumë probleme, sepse me mos pagesën e rrogës nuk kanë as sigurim shëndetësor. Gjendja e këtillë ka bërë që dhjetra punëtorë të shprehin pakënaqësinë e tyre duke mos pranuar të punojnë. Me siguri, do konsultona, do vazhdojmë njerëz sa të marrëm rrogë. Se edhe ne përgjithmonë duhet ta zgjedhim problemin e rrogave, se u bë afër 1 vjet të gjithë çdo herë rrogat vonohen me 15 ditë. A çdo herë ne kena marrë me 1 deri me 5. A u bë afër 1 vjet se ni marrëm rrogën në kohë. Që 1 vjet i marrëm rrogat me vonesë, deri me rroga afati i fundit i rroga hoq 15, nuk është 20. Ne jena pa sigurim shëndetësor, pa kontribute, ato që nuk paguhet rroga, nuk janë as kontribute, as sigurimi shëndetësor nuk paguhet. Për atë arsye, punëtorët kanë fëmijë, duan të shkojnë në spitale, nuk kanë mundësi. Punëtorët janë shprehur se nevojat janë të mëdha dhe se nuk arrin në kohë të paguajnë këstet e kredisë dhe të dhëna tjera si pasojë e vonesës së rrogës. Ne sot vendosëm të bëjmë protest shkaku i mungesave të rrogës që nuk jepen kohë. Ka disa muaj, po edhe vite mund të thënë. E kjo është një ndër arsyet. Duke marrë parasysh nevojat e punëtorëve, kemi me lloj-lloj problematika, dikush ka banesë, dikush të paguje ratën, po rriti fëmijët, po shkolla, diçka. Thonë, gjitha këto janë ato arsye që mungesa sjell gjitha këto probleme pastaj këta. E kjo është një ndër arsyet e protestës sotshme. Në ndërkohë, drejtori i postës së Tetovës, Muhamet Zilbehari, thotë se i përkrah punëtorët dhe se protesta e tyre është e drejtë dhe legjitime. Sipas tij, përderisa punëtorët punojnë dhe kryejnë obligimet që i kanë, ata edhe duhet të marrin paga në kohë në bazë të marrëveshjes kolektive. Këto punëtorë të cilët janë këtu e kanë përkrahjen teme të parezervë në drejtimin e sigurimit të rrogave. Për shkak se të gjithë këto punëtorë apo shumica dërmuese e këtyre prej kësaj rroge mban familje edhe e bëjnë punën me përkushtim. Ata të cilët nuk i respektojnë të drejtat e punëtorëve, qoftë ligjore, qoftë të kontratës kolektive, ato duhet ta kenë parasysh se nuk bëjnë një punë të mirë. Unë besoj dhe shpresoj se kjo protest do të jep rezultate për vetëdijsimin apo për përmirësimin e kushteve edhe në aspektin e rrogës, edhe në aspektin e përgjithshëm të funksionimit poshtës. Për shkak se puna e rrogës, edhe pse është e primare, është vetëm një pjesë e krejt kësaj. Pjesa tjetër është se punëtorët të cilët i shihni këtu punojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira. Edhe në ato kushte ato e japin maksimumin. Maksimumi i atyre duhet të shpërblet me rrogë, e cila u takon edhe me ligj, edhe me kontratë kolektive. Edhe ligji, edhe kontrata kolektive, të cilat parashojnë pagesën e rrogës, janë të tejkaluara diku prej 5 deri në 7 ditë, që do të thotë se këto punëtorë kanë të drejtë të protestojnë, edhe përkrahjen teme përsëritej se e kanë të plotë. Për shkak se njëherë unë jam drejtor edhe në ato kushte të cilat ato punojnë, edhe unë nuk kam mundësi që t'ua përmirësoj, për shkak se mbi meje ka një plafon i cili duhet të hiqet edhe të funksionoj edhe kjo edhe shumë posta tjera. Ai mëtej është shprehur se pagesa e rrogës tejkalohet nga 5 deri në 7 ditë dhe këta punëtorë kanë të drejtë të protestojnë.